Komandant, faleminderit për kohën që ke gjetë për Radio Televizionin në Malishevës. Faleminderit për juve për prezencën e juaj. Si është gjendja e sigurisë në komunën e Malishevës aktualisht? Në përgjithësi, siguria në komunën e Malishevës është në nivelin më të ulët të kriminalitetit në nivel vendi, duke pas parasysh që komuna e Malishevës përshkruhen dy arteret kryesore të rrugëve, është autostrada, edhe është rruga nacionale, autostrada që lidhet prej Vërmicës në drejtim të Merdorit, edhe është rruga nacionale Prishtinë-Pej, prapse fal qytetarisë banorëve të komunës sonë. Siguria është në nivelin më të mirë, edhe kriminaliteti është në nivelin më të ulët në krahasim me komuna tjera. Ka raste të rritjes së kriminalitetit në komunën e Malishevës? Për tani është gjendja është shumë e mirë, nuk kemi diçka që e veçon, janë raste, zakonisht raste që ndodhin të sigurisë, që raste me probleme të vogla, të cilat nuk e cenojnë sigurinë e përgjithshme të komunës sonë. Cilat janë masat që po merr policia në komunën e Malishevës për parandalimin e kriminalitetit? Zakonisht ne kemi planifikuar disa masa, disa aktivitete operative që i ndërmarrim, edhe fokusohemi me planifikimin e operacioneve tona. Ne jemi fokusu edhe në sigurinë e shkollave fillimisht, në sigurinë e komunikacionit rrugor, edhe incidente të tjera që ndodhin në komunën tonë. Ne çdo fillim vit fillojmë me planifikimin e sigurisë në shkolla, të fillim vit shkollor, fillojmë me sigurinë e shkollave, planifikojmë veprimet tona që do të ndërmarrim. Ne vitin e kaluar, duke falendëruar edhe drejtorinë e arsimit në komunën tonë, përkatësisht ish drejtoration Arbresha Krasniqi, e cila na ka ndihmuar shumë në organizimin e takimeve të drejtorëve të shkollave, ku përmes takimeve të tyre kemi kuptuar shqetësimet e drejtorëve të shkollave që janë për shkollat e tyre, problemet që ndodhin në shkolla dhe që cenojnë sigurinë arsimore. Pas pranimit të informatave shqetësimeve të tyre, ne kemi filluar me disa aktivitete tona, duke e monitoru sjelljet e nxënësve në rrugë gjatë orëve në shkollë dhe kthimit nga shkolla, transporti të nxënësve që janë kryer përmes autobusëve. Kemi monitoruar disa rrjete sociale ku kemi vërejtë se disa nxënës janë duke përdorur disa mjete të rrezikshme si armë, mjete të prehta të tjera që ato mund të rrezikojnë nxënësit gjatë prezencës së tyre në shkollë. Ne kemi marrë disa aktivitete, edhe kemi bërë disa kontrolla edhe të autobusëve, edhe kemi shtu prezencën e nxënësve pranë shkollave, edhe gjatë këtyre aktiviteteve e vërtetë është që kemi gjetur disa mjete të ndaluara. Për to raste ne kemi iniciuar procedurat, duke komunikuar edhe me qendrat sociale që këta fëmijë të bisedohet me ta, të trajtohet edhe të monitorohet gjendja e tyre, sjelljet e tyre. Në kuadër të sigurisë në shkolla, ne kemi bërë takime edhe me këshillat e prindve, edhe kemi kërkuar që përmes tyre të komunikojmë me prind, që prind të ndërtojnë një relacion të shkurt, të bashkëpunues mes personelit shkollor edhe nxënësve, që ata të jenë më afër personelit shkollor, që të njoftohen me sjelljet e tyre, sjelljet e fëmijëve të tyre në shkolla. Në kuadër të saj ne kemi marrë edhe disa aktivitete të tjera të prezencës tonë në shkolla përmes ligjëratave. Ligjëratat kanë pasur për qëllim prezantimin e nxënësve për dukuritë negative që mund të dëmtojnë ata, që ata të i largohen prej këtyre dukurive, si radikalizmin fetar, ngacmimin seksual, sigurinë e trafik, edhe eksploatimin e internetit. Këto kanë qenë ligjërata që janë marrë prej zyrtarëve policorë. Sa është të përfshirë komunitetin në bashkëpunim me policinë? Ne e falenderojmë shumë komunitetin në komunën tonë, për shkak se kemi bashkëpunim shumë të mirë me ta. Në kuadër të strukturës tonë e kemi policit sektorial, të cilët komunikojnë edhe kanë takime të përditshme, përjashme me qytetarë, që na ndihmojnë edhe bashkëpunojnë me neve, edhe na ofrojnë ndihmë për rritjen e sigurisë në komunën tonë. Si është gjendja e trafikut në komunën e Malishevës? Sa përket trafikut, ne kemi disa rrugë që janë duke ndërtuar këtu. Mirë po, prapë ne jemi të marrë mosat tona të monitorimit të pandërprerë të qarkullimit të mjeteve, edhe kemi raste kur drejtues të pandërgjegjshëm i bëjnë disa shkelje të rregullave të komunikacionit rrugor edhe rrezikojnë qytetarët në rrugë. Ne jemi të vazhduar edhe tash në muajt e vijim,
edhe me rritjen e bashkëdhëtarëve me prezencën e tyre që vinë gjatë pushimeve verore, rritet edhe çarkullimi i njerëzve dhe çarkullimi i mjeteve, ne do të vazhdojmë dhe do të rrisim aktivitetet tona policore në pika kontrollit. Zakonisht na fokusohemi fillimisht te shpejtësia, pastaj kemi parkinget e parregulla që i kemi brenda qytetit të Malishevës, e kemi transportin e udhëtarëve, si transporti publik, ashtu edhe transporti individual të udhëtarëve, të persona me familje. Kemi raste kur familjarët vendosin fëmijët në ulsën e parë, pastaj kjo është një rrezik drejt për drejt i fëmijëve të tyre, sepse edhe pse shpejtësia është e vogël nëpër brenda qytetit, prap një aksident mund t'i lëndojë fëmijët e tyre, jemi të bëni përcjellje, përdorimin e telefonit. Këto janë disa shkelje që na jemi duke monitoruar në pandërprerë, edhe me rregullimin e rrugës kryesore përmes qendrës, edhe rregullimin e parkingut, ne do të njoftojmë gjithë qytetarët se nuk do të lejohen mjetet e tyre të parkohen vend pa vend ku i pengojnë qytetarë të tjerë ose pjesëmarrëse të tjerë në komunikacion. Pastaj kemi pas edhe disa mosa tona që kemi marrë për zhvillim të garave ilegale që disa drejtues të pandërgjeshëm i kanë bërë në rrugë e sidomos në autostradë. Kemi pas edhe kontroll teknik të mjeteve që bëjnë zhurmë, sidomos gjatë pasditëve në rrugë brenda qytetit. Kjo është një pengesë për qytetarët e tjerë, edhe kemi marrë mosa ndëshkuese ndaj këtyre drejtuesve. Komandant, keni kërkesa tjera, probleme tjera që kërkojnë qytetarët nga ju zgjidhjen? Kemi edhe një disa probleme të pronësore të qytetarëve. Zakonisht këto raste trajtohen si raste civile që trajtohen për gjykatave në komunën tonë, përkatësisht për gjyqtarëve që merren me çështje civile. Mirë, po të këto raste kisha kërkuar, edhe pse policia lajmërohet në këto raste, është prezent me ndihmë qytetarëve që të zgjidhen të probleme. Po këto çështje janë çështje civile që zgjidhen përmes gjyqtarëve. Mirë, po para të marrjes së çdo veprimi nga qytetarët kisha kërkuar që ata të konsultohen me dokumente ligjore dhe të veprojnë sipas dokumenteve ligjore që ato pronat e tyre janë të përcaktuara. Unë e përmenda edhe pak më herët edhe them me përgjegjësi plot që është ndër komunat më të qeta. Kjo është fal bashkëpunimit të qytetarëve tonë edhe sjelljes së tyre edhe përgjegjësitë e tyre që kanë ata për sigurinë e përgjithshme në komunën tonë. Policia intervenon në gjitha rastet që cenojnë rënd dhe sigurinë publike, duke vepruar sipas ligjit dhe profesionalizmit tonë profesional. Komandant, keni mesazh për qytetarët e komunës së Malishevës? Unë kisha kërkuar për gjithë qytetarëve të Malishevës, qytetarët e nderuar, siguria është përgjegjësia e përbashkët. Ne si polici jemi të përkushtuar për rënd dhe qetësi publike, me bashkëpunimin tuaj. Pa bashkëpunimin tuaj, ne nuk mund të arrijmë rezultatet e duhura, andaj kërkoj bashkëpunim dhe të jemi përgjegjës për sigurinë e gjithëve neve. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.